Nxënës të klasave të 8 dhe të 9 nga 9 shkollat të qytetit dhe njësive administrative të Bashkisë Shkodër kanë marrë pjesë në ekspozitën e hapur me punime në pikturë të titulluar Artistët e së ardhmes, e organizuar nën kujdesin e Shkollës së Mesme Artistike Prenkjakova. Kjo mënyrë tradicionale organizimi ndihmon shumë në përzgjedhjen e talenteve të artit pamor për të vijuar studimet në këtë shkollë, ndaj nuk mungojnë as certifikatat dhe çmimet për pjesëmarrësit në Artistët e së ardhmes. Ndërsa për viteve tjera, këto 2 vite na kena menduar që t'i bim në shtëpinë tonë, që nesër ajo t'jenë në shtëpia tyne, t'jenë nxënës të shkollës artistike, se anërisht të shkosh e të promovosh në për shkolla idenë e pikturës. Ata kanë pa gjitha klasat e figurativit, kanë pa gjithë shkollën, kanë prezantu punët e tyne dhe besoj që një pjesë e mirë tyne do t'jenë nxënësit e klasë 10 të figurativit në vitin e ardhshëm. Vlerësimet me çmime janë një nxitje për artistët e së ardhmes, disa prej të cilëve shprehen. Unë pikturoj që në moshën 6 vjeçare e kam nisur në klasë të parë dhe pastaj sipas viteve jam rritur duke pëlqyer edhe më shumë dhe kam shprehur mendimet e mia dhe sa herë që kam qenë për shembull me nerva ose me emocione të ndryshme, atë i kam shprehur në veprat e mia. Unë pikturoj që fillore, shumë e vogël. Kam fillu pikturën se më qetëson super shumë. Është një mesazh për ta që ka nevojë më shumë. Ekspozita tërhoqi dukshëm interesimin e nxënësve dhe mësuesve të Shkollës së Mesme Artistike Prenkjakova, pasi pjesa më e madhe e talenteve të reja që sollën punimet e tyre në këtë ekspozitë pritet që nesër të vijojnë studimet në këtë shkollë, ku përgatiten artistët e së ardhmes.